Kjo fillo. Po. Cila është përshtypja juaj për këtë panaj? Panajiri më duket shumë i bukur, më fascinon fakti që gjithë rinia ka ardhur në panajir, studentët e shkollës së mesme vinë dhe kërkojnë libra, më vjen keq që nuk ka shumë libra të distributohen dhe që japet mundësia që ato libra t'i kanë këta të rinj të këtij vendit. Po fillojmë spontanisht, pa ndonjë protokoll të veçantë. Rasti është konkret, promovojmë 2 libra me poezi. Njëra është autore që vjen nga Amerika e Lagët, Shqipe Malushi, dhe përmbledhja e poezive, respektivisht poema për ty, dhe zgjedhja e poezive e Futara Ashkës, Kënga e Aretuzës, një zgjedhje nga 3 libra botuar në Onufi të Elbasanit, respektivisht të Tiranës. Shkollën e mesme në vendindje shtrëngohet të studiojë farmaci në Beograd. Nuk ja do shpirti dhe do të provojmë me gjuhë të huaj të re, preokupime të reja, plane të shumta. Prap nevoja për kërkime të reja, lexon shumë, shkruan poezi, punon asistente në kompani editor dhe publisher, magjistronate të lira në Universitetin e New York, trabalha për tregimin nga New York State Foundation for the Arts, por dhe for research të kështu me radhë. Shqipto pak fjallë, punën se jemi shumë afër, natyrisht edhe radhën e Shqipe Malushi nga Amerika e Lagët. Librin e kam shkruar me një fjalë si editor, nuk kam pretendime për ndonjë kritik, por dhe përpiqem që mundoj pak me disa fjalë që kam munduar se kam zbuluar si. As libri që kemi në dorë, cili si manuskript vjen nga Amerika e Lagët dhe që ka një titull simpël por kuptim plot. Autori i këtij vëllimi poezish e poemës për ty, po deshëm të jemi në të saktë në determinimin e zhanrit është Shqipe Malushi, një bashkëtarë jona me distash qëndrimi më tepër se 2 dekade në Amerikën e Ëndrave. Kështu mbase duket nga pozicioni kur njeriu është në Kosovë apo Ilirik, që sot quhet Ballkan, sikundër që nga lindja dikur edhe vetë autoria jonë. Por ëndrat kur shkel Amerikën bëhen realitet, dërsa realiteti i lën pas do të shndrohet në ëndër. Kështu ka jeta e toksorëve, sidomos e krijuesve me shpirt të shqetësuar që i modon ankth dhe vetmia. Dhe ai realiteti lën pas në rrezikun permanent të shlyhet hëkërhë nga kujtesa ajo ëndër e vagëlluar që fillim me fund të marrë trajta mitike me kondicionalin e përjetësimit vetëm me shkenë, të shkrimit bukur, pa mask, frikë e kozmetike. Poezia Shqipe Malushit e poemës për ty, një titull që të kujton bardhin e Sarmekulit dhe poezinë monumentale të tij, të imponon mundësi interpretimit të shlirshëm, introspeksionin e autores, me dhënien e koordinatave të preokupimeve të saj motivore deri në sublimacion, si dhe në retrospektivën e cila imponohet me një koherencë të habitshme. Pjesët e poemës apo njësitë ciklike të saj, burgu, ikja, tuneli, drita dhe kthimi, e rimarrën receptuesin thjesht lexuesin në një udhtim pothuajse dantesk në botën e rikrijuar të autores. Ajo shfatë të dikushme që tashmë janë vetëm metastaza
kujtimesh. Dhe kërkimi I përhershëm e mos pajtuar të atij që është në orbitën e observimeve kur që në titull të librit për ty, I atij për të cilën ajo do të konstatojë, ika nga ti, nga vetja, nga hynit, të shpërthe, apo të gënjeva me epshet e mia, faqe 37, të merë, famë ata dhe të shtypë mua. A në s'ka, vetë mia të mështjerë, simbolojë ngrotë, faqe 61. Dërsa, drita atje të pek drita, faqe 61. Dhe vëduar eta, bulevardeve të betonit, faqe 70. Si vatanjak të herë, zemën në hëngrive të mia, faqe 76. Funkime, pasusi, dhe aty pakritë dhe vetët, para burgu tim, të vjetën, të kësime, faqe 99. Kontinue, hyj dhe pasmejë tyre përqërim tyre, shpëtim në gjelinët fituar në vdekje, faqe 100. Duke që vetëm ajo, por me artin e derdhjes të letër dhe të rrugës së gjatës I Ilirikut dhe ai I Tej Atlantikut. Thanks, Shqipe. Kjo ishte ajo në pak fjalë që kisha menduar derisa libri ishte në ato labirintet e punës të votuar. Pata knaqësinë të kërkoj vitin e kaluar, kur bëm bashkëpunimin e shoqatave si Motrat Qiriazi në New York, e unë organizoj punën e shoqatës Motrat Qiriazi në Kosovë. Shqipe Malushi është një grua energjike, një grua e fortë, një grua që është frymëzim për punën e gjitha grave kudo që janë në diasporë. Do t'i lexoj vargjet e Shqipës. Populli im në kohët e lashta I ka martuar vajza duke u mbuluar kokën me shami të kuqe. Populli im ka ballzuar ballën e jetës me hingëllimin e shpatave. Populli im kurse ka shpaluar ndjenjen e frikës. Populli im ka kënduar këngë heroike në vend të vajtimit. Populli im udhton me vite duke kërkuar udhën e humbur. Populli im qëndron I qetë në errësirë duke pritur mëngjesin e ditës së re. Faleminderit. Kam zgjedhur dy pjesë nga ikja dhe kthimi. Po t'i rëndisish për shembull burgun, ikja, tuneli, drita dhe kthimi. Pra nga burgu në përmbjet tunelit, në kërkim të dritës, ikja dhe kthimi. Natyrisht unë jam munduar të zgjidh në ikje nga burgu I vjetër. Zbrazdir në shoqërinë e maskave plastike të popujve të përzirë të shumëllojshëm. Zbrazdir në zërat e dhimbshëm gëlltitës të njerëzve të humbur, të sëmur duke kërkuar shërim. Zbrazdir në ndriqimin e dritave të neonit, të bulevardeve marnice, të rrugëve të hapura të botës që sillen vërdall në dehje. Zbrazdir në gjitë e lavireve të dashurisë rrëshqitëse mes rrobave të mëndafshta. Zbrazdir në dyert e imagjinatës kujtimeve dhe ëndrave të shikimit tënd. Zbrazdir në çdo kënd gjatë ikjes nga një jetë gënjeshtare në drejtim të ferrit. Zbrazdir gjatë kërkimit të ujit gurgullues që dikur e njoha nga malet e në ushtimin. Zbrazdir gjatë luftës së shpirtit shqetësuar në përpitje me ushtarët e drujt. Zbrazdir para syve të përlotur gjersa lutem në dëgjun për kthimin e kujtimeve të vjetra, që zbrazdira I avodhi nga ti, nga unë dhe vdekja. Humba në botën tënde më të gjelbër se të gjithë pyjet. Humba në buzët e tua më të ngrohta se të gjitha rrezet e diellit.
Humbën e krahërore në tëndë më të fuqishëm se çdo shkëmb i malit. Humbën e sytë tu më të kthjellët se të gjithë të ujërat. Rash në dy gjumë para teje, njeriu i gjaku tim. Gjirësa ti që ndrove i qeti, pa lëkundshëm, i padhunuar nga jeta si fëmijë i pasër dukesh si ëndër, iluzion që vjen dhe zhduket. Të gënjeva me efshet e mia, por ti nuk lëvize. Gjirësa unë kërkoja të thithja të vërtetën tënde. Të këndova pa mëshirë kur kërkova ta ndiqja rrugën time të humbur në pasion të ndezur pa përfundim. Por ti nuk ishe njeri që e ndroje rrugën. E shtangur u gjeta përpara fytyrave të njohura që më ofronin një zell të dashurisë dhe më lutën të them ca fjalë për errësirën e burgut, për prangat, për ndjenjët e dhunuara dhe jetën e kalitur me gjak. Më lutën të pështyj mbi zonat, kujtimet dhe gjuhën e barazëve të mi, si që i quajtën ata të pagëdhendura. Më lutën të shkrin mbi ëndër, e thoshjeve të përsalindura, lutrat e kalamajve të gëzuar të gjaku tim dhe shpresat e syve të etur t'i mbush me pinjeshtra. Më lutën t'i kthej vashat e dashura në drejtim të aferit, duke i shndruar në lavire të nderit pak kënaqësi. Më lutën t'i djeg syt e nxjerrë të ushtarëve të tokësime, të shndruar në hi dhe të vallëzoj mbi varre e parashtukjes. Më lutën të bëhem tradhtare me pagesë e një populli, siç thanë nga dora e tyre së shpejti të shtuket. Kush jam unë me sytë e tyre? Më thanë pjell e dhunuar nga e vërteta e djallit. Dhe një në tokën. Vazhdo. Sa pasazhe nga teme. Temperamenti i saj i gjallë, aktivizimi i saj në jetën e rrethave shqiptare të New Yorkut, pjesëmarrja e saj aktive në veprimtarit që zhvilloheshin, sidomos një ditë kur ishte caktuar një takim i grave të New Yorkut, me që Shqipja ishte në qendër të vëmendjes. Për fat keq atëherë nuk e dija që Shqipja ishte poetesh, që merresh me poezi. Se është vërteta në rrethet shqiptare të Amerikës, çdo gjë bisedohet, e kryesisht probleme ekonomike dhe politike, po për letërsi nuk bisedohet. Më pak akoma për kulturë, apo e kam përrit. Kjo është arsye që unë nuk mora vesh vlerat e saja, faktin që merresh me poezi, faktin që kishte botuar, që kishte krijuar një individualitet në fushën e poezisë. Na bëj ne jo vetëm ta panderojmë, e ta përgëzojmë Shqipen, edhe pse e angazhuar me punë të tjera e me prekupimet e ditës, atje ku është, gjen kohë të kushtohet letërsisë, të këndoj për vendin e vet, për njerëzit e saj, për idealet tona të përbashkëta. Dhe në këtë rast unë do dëroja me gjithë shpirt që kënd ta vazhdoj, ta pasuroj, edhe pse këndon përtej Atlantikut, jam i bindur që ajo këngë ka thonë Shqipërisë dhe ne do të vi, do ta presim, do ta lexojmë dhe do të kuptojmë edhe një herë se ç'është forca e Dheut, qoftë në një vend të largët e kozmopolitë siç është Amerika. Faleminderit. Pas gjitha këtyre fjalëve që thanë, vetëm një gjë. Lumë si ne për Shqipe tona si Shqipe me lushi, e cila i jep flatra fjalës Shqip edhe për te ose atësh.
Në imagjinatën e tyre, në përreshta poezish, në përreshtat e romanëve kërkojnë të krijojnë portretin e njeriut që e ka shkruar. Me mua ndodhi ndryshe, kisha njohur Shqipen si njeri, një takim tepër prestigjioz do thosha, të organizuar nga ajo, tingujt e muzikës klasike, takim ndërkombëtar me artistë shqiptar nga gjithë bota, në katedralen më të madhe, jo vetëm të New Yorkut, po dhe të gjithë botës, Sandy Vine, dhe aty u ndje dhe potenca e kësaj femre shqiptare integruar mrekullisht në jetën amerikane, por e pashkëputur nga jeta shqiptare, nga jeta e Kosovës. Dhe nuk i njihja vargjet, nuk i njihja profilin e saj poetik. I thash faleminderit Shqipe që më dhe mundësinë të të njoh, i thash vetë në heshtje, të njoh tani plotësisht. Dhe poete, por është edhe një aktiviste e madhe për kulturën tonë shqiptare, aktiviste e çështjes kombëtare të trojeve tona të pasdjetëve. Zonjia Shqipe është edhe një simbol dhe tek ne mërgjimtarët në Suedi, ku do të mirëpresim zonjën Shqipe në promovimin e librit për ty Shqipe në Göteborg të Suedisë. Ju uroj punë të mbarë dhe të na shtuaj edhe vargje të tjera, megjithëse jemi të një vendi, të një kohe ose të një dhimbje. Ju falenderit. Ja u uroj librin tim dhe Shqipe. Falenderojmë daje, dërsa për librin e bukur që na e dhuruar, por unë mora fjalën më tepër për arsye se kam një amanet nga Kosova që duhet ta përcjell këtu. Kosova Shqipe të falenderon nga zemra për vargjet e bukura që i thurë për të, ndërsa nënat kosovare si shenjë mirënjohjeje për punën që bëre, ato thurën për ty dëshirat dhe urimet dhe t'i dërguar këtu bashkë me një palë çorape. Të lutem Shqipe pranoj këto dy dhurata, sepse të vinë nga zemra e Kosovës. Zia Qega. Në 79 kam qenë në Kosovë, në një darkë në pe, hotel, si që bëjnë të dubluar, pera, peq, si që bëjnë sërbet. Kam qenë me drejtoragon, të ndjerin Shevqet Mosaraja, Elena Kadarenu, Eglantina Mandirën, dhe me një studente. I ftuam në tavolinë dhe kalu një natë shumë bukur, njerisht në atë kohë, është ashtu vëdë më kohë atë janarë, të njëmë ato doratat. Ajo studentja ishte njëri interesuar për letërsi. Për aqorë sa më